هي جنة وطاب نعيمها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na zgjati jetën, na mundsoi dhe të përjetojmë këtë ditë, dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na dhuron përfundim të mirë. Pra se që dim të gjithë se bota islame dhe jo islame sot fillojnë të përgatiten për manifestimin, kremtimin e fundit të vitit. E ne me emrin e Allahut Azza wa Jall, pasi që jemi pjesë e kësaj shoqërie, dojmë të jetojmë disa çaste se si duhet besimtari të mirëpret të pret vitin e ri. Lutim Allahun Azza wa Jall që të jetë viti kaluar, viti pranimit, viti shlirjes së gabimeve, e viti ri të jetë me gjithë kuptimin, viti ri i pastër, njeriu nga mëkatet, më i lartë dhe më i afëruar te Allahu Azza wa Jall. Vëllezër të ndershëm, s'ka dyshim se me kalimin e viteve faktikisht njeriu largohet nga bota e veprimit dhe afrohet, me kalimin e ditëve afrohet nga bota e shpërblimit. Para Ali ibn Abi Talibin radiallahu an, kur i këshillonte të pranishmit, thonte: irtahalati dunja mudbira wartahalati al-akhiratu muqbila. Siç po shihni se dunjaja përgatitet të kalon dhe të shkon, ndërsa ahireti është para përgatit që të vjen dhe të afrohet. Wa li kulli minhuma banun, dhe çdo bot ka fëmijët e tyre. Fakunu abna al-akhira wala takunu abna ad-dunya. Pra nëse mundesh, banu bi i ahiretit, e mos u ban bi i dunjas. Fa inal yawm amalun wala hisab wa gadan hisabun wala amal. Nga se në këtë botë dhe në këtë dunja, në këtë ditë ka vepër dhe punë pa llogari, ndërsa ahireti është vendi llogaris dhe shpërblimit pa vepër dhe pa punë. Thot një poet arab: nasiru ila al-ajali fi kulli lahdhatin wa a'maruna tutwa wa hunna marahilu. Pra për çdo ditë e kalojmë, për çdo ditë që kalon pranë nesh afrohemi çasteve të xhelit, dhe jeta jon bështjellët kalon dhe ajo është periudha. Tarahal min ad-dunya bizadim min at-tuqa fa umruka ayyamun wa hunna qalailu.
para të pregaditur që të kalosh në botën e ahiretit me dëshvotshmëri dhe takvallëk, nga se jeta jote përbohet nga ditët dhe ato janë shumë të pakta. Pra vëllezër të ndershëm, pregaditet këtë vit të kalon, të mbështjellët dhe të udhëton, që të vjen viti tjetër, e si që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fe kullu nasi yaghdu, fe bajun nafsaha, fe mu'tiquha au mubiquha. Pra të gjithë lëvizin, dalin në mëngjes, hecin shëtitën, mirë po, disa rritën të lirojnë vetën e tyre, nga zjarri që e nebit dhe të shpëtojnë, e të qertë, e kaluan këtë dunja dhe u shkatëruan në ahiret. Vërtet vëllezër të ndershëm, kalimi i ditëve dhe muajve, por dhe i viteve, përmban në vete urtësi, mësime, ndodhi të shumta dhe këshilla. Fe la ilaha illallah. Sa e përjetuan këtë vit me dëshprime dhe pejkallime, e sa të qertë përjetuan gëzime dhe të mira. Sa në këtë vit të kaluar, me të në fëmijë jetima, sa gëra kanë me të veja. Sa në këtë vit, sa ishë mur është shëru, e sa ishë ndosht është mbështjell me qefin dhe është vëroz dhe është haru. Fe la ilaha illallah. Sa shtëpi kanë përcjell antar të familjes dhe janë pikallu dhe janë ngushëllu, e sa familje kanë mirë prit nuse të re dhe janë gëzu. Fe la ilaha illallah. Nësa familje ka busqes lindja e fëmis, e nësa familje janë derdhë lot dhe janë përcjell më të dashurit e tyre. Sa çuditëra në këtë vit, sa dhimbje janë shëndru në gëzime, e sa gëzime janë shëndru në hidhërime dhe të lashe dhe probleme. Sa për disa kanë kalditët kanë qenë sa vite, e për të qertë, viti ka kalu si kur të jetë një ditë, e të realizohet fjallë Allahu Azza wa Jall që thot në Kur'anin e Kerim, o tilka al-ayyam nudawiluha bayna an-nas. Ne jemi ata të cilët ditët dhe netët i rrotullojmë mesin e njerëzve. Një ditë gëzim, ditën ditë hidhërim, një ditë dëshpërim, tjetërën ditë përgëzim. Dhe thot Allahu në Kur'anin e Kerim, yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar, inna fi dhalika la'ibratun li ulil absar. Ashtë Allahu që rrotullon ditën dhe natën, dhe në ta ka mësime për ata që dojnë të përfitojnë me kalimin e ditë. Vëllezër të ndershëm, vërtet ja vlen të gëzohet me ardhjen e vitit të ri, i burgosur i cili pret që të del nga prangat, nga burgu i tij. Vlen të gëzohet gjithashtu rroktari i cili kalon muaj dhe viti, që të shpërblet në fund të vitit. Vlen të gëzohet gjithashtu ati që i kanë borx, nga se kalon viti jena fati që të kthehet borxhi i tij. Vlen dhe që të gëzohet gjithashtu, vlen të gëzohet nxënësi dhe studenti me kalimin e vitit, nga se afrohet afër diplomimit dhe mbarimit. Mirë po, me kalimin e ditëve dhe natëve, jashtë të këtire vallë, pse gëzohen dhe pse dëfrohen, kjo është për të çudit që thot një poet arab, inna lanafrahu bil ayami naqtawha, wa kullu yawmin madha yudni min al ajali. Është për të çudit
se si gazohet një njeri me kalimin e një ditës, a vetëm kalimi asaj dite ja afron e gjelin, fa'amel li nafsika qabla al-mauti mujtahidan, fa innama ar-rubhu wal-khusranu fil amali. Pra përpiqu që të veprosh në çdo ditë, që mos të kalojnë ditët dhe të veprosh para se të vdisësh, nga se në ditën e gjykimit, fitimi dhe dështimi është në bazë të veprimit. Vëllezër të ndershëm, zgjatja e jetës në vete nuk është mirësi, nëse nuk e shoqëron vepra e mirë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi men tala umruhu wa hasanu amalu. Njeriu më i mirë është ai i cili ju ka zgjat jeta dhe ka vepru vepra të mira. Wa sharrun nasi men tala umruhu wa sa'a amalu. Njeriu më i keq është ai i cili jetoi më gjatë dhe bëri vepra më të liga në jetën e tij. Pra vetëm zgjatja jetës apo kalimi viteve nuk është begati në vete, nëse vitin e kaluar nuk e ke shfrytzu maksimalisht dhe ke vepru në ta. Allahu Azza wa Jall na tregon në Kur'anin e Kerim se me kalimin e viteve Allahu Azza wa Jall deponon në to lodhjet, sakrificat, veprimet dhe kontributet e njeriut. E Allahu në paralajmëron në Kur'anin e Kerim në tregon dhe thot, yawma tajidu kullu nafsin ma amilet min khair. Ditën e gjykimit, çdo njeri do të ballafaqohet, do ta gjen atë që e ka vepruar nga veprat e mira, muhdaran wa ma amilet min su. Mirë po gjithashtu do ta gjej edhe veprën e ligë që e ka bën në jetën e tij. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. I cili ato ditë do të shpreson sikur që të kishte qenën larg asaj dite dhe larg atyre veprave që a qenë në ta. Pra vëllezër të ndershëm, zgjatja jetës është nimet për ata që të jetojnë që vitet e ardhshme apo vitin e ri, që ta shfrytëzon më tepër që e ka shfrytzu vitin e kaluar, të jetë sikur që thonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. O Zoti jam, më ban gjallërimin tim, jetën time, që të shtoj vepra të mira në ta. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wal mauta rahatan li min kulli sharr. Dhe na ban që në vdekjen të jetë pushim nga çdo e keqe. Para Jezid ar-Raqashi, jani para vdekjes ja nisi të qanë. E pyetën familjarët dhe i thanë pse po qaj? Tha po i qaj netët që kalojsha në ibadet, dhe po i qaj ditët që kalojsha në agjerim, e pastaj ju drejtu vetës e ti Jezidit dhe tha, o Jezid, kush do të bën namaz natë për ti, o Jezid? Kush do të agjeron për ti, o Jezid? Kush do të kërkon falje nga Allah, nga gabimet e tua, o Jezid, pas kësaj dite? Pra vëllezër të ndershëm, kalimet e ditëve dhe kalimet e natëve dhe mbarimet e viteve janë nimet për ata të cilët i shfrytzuan në mirësi. Para dhe Ibn Qayyim rahimahullah na tregon, na porosit se si duhet të jeton besimtari me jetën e tij. Na tregon Ibn Qayyim dhe thot, duhet që njeriu të llogarit veten e tij vazhdimisht, siç porosit te Omer ibn Khattabi radiallahu an, dhe thonte, llogarit në veten tuaj para se tu llogaritni para Allahut. Llogarit në veten tuaj para se të llogaritnu para Allahut. Dhe thonte Hasan al-Basriu, në do ketë llogarin të letë,
vetëm ata që llogaritën vetën e tyre në jetën e tyre, do të kenë vështirë llogarin, ata të cilët nuk e llogaritën vetën e tyre në jetën e përfundimtare të tyre. Dhe të ndërshëm, me kalimin e vitit, besimtari duhet të mirëpret vitin e ri me llogarit të vetës e tij. Si të llogarit vetën e tij, na tregon Ibn Qayyim dhe thot, llogaria është dy lloj. E para, të llogaritet vepra para se të fillohet. Si të llogaritet, thot Ibn Qayyim, të ndalet para se të vepron një vepër, të pyet veten e tij dhe ti thot, a ke për Allah apo jo? Nëse është për Allahun Azza wa Jalla të vazhdon, nëse nuk është në pajtim të Allahut, apo nuk është për Allahun, mos të vazhdon. Pa atë njani nga selefëve, në çastet e vdekjes së tij, në frimarjet e fundit po e pisin dhe po i thojnë, me cilën vepër më tepër shpreson, që të fitosh dhe të shpëtosh në ditën e gjykimit, e ki njeri o përgjigj dhe tha, wallahi mos me pas pa që vdekjen e kam afër, nuk jo kisha informu. Veprën të vetme që shpresoj të shpëtojnë ditën e gjykimit, është kontributi dhe lodhja ime 20 vite, 40 vite, si rojtar. E pyetën ata dhe thanë, 20 vite ku ki qenë rojtar? Tha, kam qenë rojtar të dera e zemrës time, gjdo sen që tentonte të hinë në zemrën time u kontrollonte, nëse nuk ish për Allahun, s'kish hapësirë që të depërton në zemrën time, e nëse ish për Allahun, i kish të hapur dirt e mia. Kjo është e vetma vepër që shpresoj të më shpëton ditën e gjykimit. Të llogarit veprën para se ta bëjsh, vallë për kënë e bone. A që të lavdroj njerëzit, a që të nderoj njerëzit, a që të bojnë nga gisht njerëzit, a që të përmenin njerëzit, apo të ke bo don me fillu një vepër madhështore, që mos ta din këtë vepër vetëm Allahu it. Nëse është për Allahun Azza wa Jall, të Allahu është i kënaqur, tha fillo. Nëse nuk është për Allahun, mos fillo. E pas mbarimit të veprës, tha llogaritet vepra, qitet në peshore, kontrollohet, bëhet hisab. Edhe ata në 3 çështje që thot Ibn Qayyim, e para nga ato, të kontrollosh veprën tone në çfarë forme e kreve, këtë vepër që e bone. Nëse është ibadet, a ishtë modelin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, apo ishtë larg modelit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha e dita llogari, vepra e cila ka qenë më parsore të lijet, të llogaritet pse e bone. Për këtë arsye, na transmetohet nga të partë tonë të cilët thoshin, sahabët shokët e pejgamberit Allahut i krishin sunnetet për shkak se ishin sunnet, ndërsa ne i lom sunnetet për shkak se nuk janë farze dhe janë sunnet. Ka zhallimi mes gjeneratës së arta, mëkamësve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dashamir të pejgamberit Allahut, kolopicin, se pe vepron këtë vepër, thonte nga se është sunnet, ndërsa në jeçun tri nëse e pyesmi, pse pe lën këtë, për shkak se është sunnet. Pra leo të ndëshëm, të llogaritet vepra ite, se vallë, atë që e bone, a nuk ish më parësore të lijet, a nuk ish më e mirë që të lijet, mos të mirësh me ta, të mirësh me diçka më të çmuar. Dhe llogaria e tretë, si thot Ibn Qayyim, çdo sen që e ke bo, vallë a ke bo për Allahun tan, apo dhe nefsi jot ka hise në ta. Sufjan Thauriu thot,
s'kam gjetë vepër më të vështirë në jetën time se sa sinqeriteti, për shkak se sa përpiqem që t'i kri veprat, shehu razi, tha më ven shejtani dhe mi publikon. Kushe maraj filan xhamien filani. Tha pastaj tha fillon t'i dashurohet vepra, e pastaj tha fillon shejtani që ta ban nga mendje mdhej të cilët kanë dëshirë të falemderohen, të krenohen me veprat e kryera që fillim ishin për Allahun Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim tha në ditën e gjykimit dhe besnikët kanë mu pyetën për besnikërinë e tyre. Sufjan Thauriu ja nisi me çajt në këtë ajet dhe tha: "Ai vaj halli për neve. Nëse besnikët pyetën për Allahu Azza wa Jall, për besnikërinë e tyre, çka ngel për si ata që i krin veprat për si e faqësi dhe janë gënjeshtar. Nëse besnikët pyetën për Allahu Azza wa Jall pse e bone, për kanë e bone, prej kujt lakmoshe të shpërblesh, prej kujt lakmoshe që të mish dhuratat, medajet, a ditën e gjykimit, ditën kur ljaume la yanfa'u malun wala banun illa men ata Allah bi qalbin salim. Pra së pari të kontrollohen farzet, a janë të kryer apo jo, nëse jo të përmisohen, apo ato që duan të bën kaza të bën, pastaj të kontrollohen gjunat, në fund të vitit, të kontrollohet viti sa mëkate Allahu tan ja ke bë, dhe të mirëpritet vitiri me taube, me istighfar, me vepra të mira, të kontrollohet gafleti nëse ke qenë gjatë vitit të kaluar gafletgji, të përmisohet, të mirëpritet vitiri me të përmendurit e Allahut Azza wa Jall dhe kthimit e Allahut, të kontrollohet gjuajite, të kontrollohen komt, duart, ndëgjimi dhe shiqimi, të përmisohen dhe të pyeten pse shiqove, pse ndëgjove, pse fole, të përmisohen nga se në ditën e gjykimit, si transmetohet se të kanë mu kapën di regjistre, me të cilat, në të cilat janë di pyetje dhe s'ka mundësi që të lëviz. Ka me e birit Ademit, pa ju përgjigj këtire di pyetjeve. Pyetja e parë, pse e ke bo? Pyetja e dytë, si e ke bo? Për kanë e ke bo? Dhe në modelin e kujt e ke bo? Këto janë di pyetje që Allahu Azza wa Jall thot në Kur'anin e Kerim: "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Pasha Zotin tanë, betot Allahu Azza wa Jall madhrinë e tij. Këj gjithë kemi mi pyet. Allahu thot në Kur'anin e Kerim, kemi mi pyet dhe pejgamberët, kemi mi pyetën a keni përcjell mesazhin e Allahut Azza wa Jall. Kanë mu pyet dhe ata të cilët si i kanë mirëpritën pejgamberët, kanë mu pyet çdo kush. S'ka mi shpëtu pyetjes Allahut Azza wa Jall askush. Për ata kata dhe thot, kanë mu pyetën, e kanë adhuru dhe kanë mu pyetën për ibadetin e tyre. Kanë mu pyetën për ibadetin e kryer dhe kanë mu pyetën për adhurimin kujt ja kanë bë. Dhe thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim: "Thumma latus'alunna yawma idhin 'anin na'im." Dhe në ditën e gjykimit keni mu pyet për begatit e Allahut Azza wa Jall. Thot Muhammed ibn Jariri, Allahu Azza wa Jall do t'i pyetën çdo njeri për begatit që i ka përjetuar në dunja. Çka keni bo me to? Se keni arrit të to? Si qillut ato dhe me për çka i shfrizut ato? Këto
Të në pyqet që thot Ibn Gjeriri, do të pytën ditën e gjikimit, ai që e fitoj pasurin për i halalit dhe argjoj në halal, transmeton Katade dhe thot, ka mu pyt në ditën e gjikimit të Allahu Azza wa Jall për këtë begati, sa ka qenë mirënjos ndaj këtij nimeti që Allahu ja ka dhuru. Ndërsa ai i cili e ka fitu prej haramit dhe ka argju në haram, ta ka mu pytën prej ka e ke fituan dhe ku e ke hargju. Këtë begati që Allahu Azza wa Jall të ka dhuru. Leo të ndërshëm, të ndalemi një pak me vetën ton dhe të logaritmi për vitin e kaluar. Ish një vit i përbon prej 365 ditëve. Ish një vit që po kalon 8.000 orë. Ish një vit i përbon prej 500.000 minutave. Të logaritmi vetën tonë, gjysë milioni minuta, sa minuta i argjove për epshin tanë, sa minuta i argjove për dëfrimin tanë dunjan tonë, sa minuta i alave Allahu tanë, sa minuta i kalove për ditën e vetëmis, ditën e takimit me Allahun Azza wa Jall. Taubet ibn Samma, në fund të jetës e ti, filloj të llogarit vetën e ti. Po e pit vetën dhe po thot sa i mushë. 60 vit. 60 vit e tha, sa dit bojnë këto? Tha 21.500 dit. A, tha mjeriton, nëse në dit vetëm ka një gjuna e kam bo, për Allahut ka me dal me 21.500 gjuna. Po qka ngell për neve vledhët të ndërshëm, ko në ditë shumë mëkate dhe gjuna e kalojnë pra nesh, e ne gjinë min mesin e tyre, edhe si kur mos të egzistojnë ata. Taubet ibn Samma ishte njani që e llogariti vetën e ti, dhe do thonë, o i halli për teje ja Taube, nëse del për Allahu tanë me 21.500 mëkate, edhe ishin frimarjet e fundit të i thonë, njeri ti o Tauja Taube, nëse me ka gjënohe për Allahu tanë del, e pastaj lakmon në gjennetin e Allahut Azza wa Jall. Kaloj një vit, na vjen vit i ri, 40 milion rrahje të zemrës tonë pa ndërpre. 40 milion rrahje të zemrës, pa lodhje, pa sakrific, pa dhona s'gjone ta. A nuk e vlen të logaritmi të nalëm, pak me vetën tonë. Ja pra kaloj viti dhe 40 milion rrahje të zemrës ishin të pandërprera të pashtjetësuara, cili nga ne garanton se vitin e arshëm do t'i ketë dhe 40 milion rrahje të zemrës të sigurta. Dhe o të ndërshëm, pran këtire 40 milion rrahje të zemrës, sa ka ra zemra për Allah, sa është fridzu rrahjet e zemrës për dinin e Allahut Azza wa Jall, për armërin tonë, për ditën e vetëmis, ditën e lakuricis, ditën e prezentimit pranë Allahut Azza wa Jall. Të ndalmi pak, të meditojmë, të llogarismi vetën tonë në fund të këtij viti, 11 milion frimarje. 11 milion frimarje pa pengesa, pa harxime, pa kontribute, pa shpenzime. Sa njerëz janë të cilët duajnë
nga frimarja kurse ti ishe, kalove vitin, edhe nuk është jetësove as njëherë nga frimarjet, si kur që vetëm një qas të ishin ndalë, ishtë regullu çdo organ që ekziston në trupin tanë, ishin që regullu të menduarit e tu, ishtë regullu ndëgjimi dhe shqeqimi jotë, 11 milion frimarje, a nuk ja vlenu ledhe të ndërshëm, ta pismi vetën tonë, sa e falënderuam Allahu, sa kemi njës ndaj Allahut, ndaj këti nimeti që Allahu 11 milion frimarje dhe lirim të helmeve të ndryshme, pa kontribut, pa shpenzim, pa hargjim. Allahu tanë priton se ishte mi dha, sa e falemdrove Allahun Azza wa Jall për këta frimarje që Allahu Azza wa Jall t'i dhuroj. Ledhe të ndërshëm, sa përqind të këtire frimarje kemi qenën në ibadet, në respektim të Allahut Azza wa Jall, e sa kësi saj frimarje i kemi morën pranë mëkate dhe gjunave. Val këta frimarje, kur kanë hi në mbrëndësin ton, kanë hi me erë të këndshme të përmendjes së Allahut, apo frimarjen e ka shoqëru dhe timi duhanit, i helmit, i haramit. Dhe të ndërshëm, ja vlen besimtarit të mirë pret vitin e ri, duke llogarit vetën e ti, duke ndal me vetën e ti pak, së paku gjistoni ushqim është ret në lukthin tënë, pa e pyt ata apo don apo jo. Pa e pyt, a je i lodhur, a je i qlodhur. Pra punim të vazhdueshëm të një vitit, gjistoni të retët, nuk lukthin tanë, val. Këtë energji, këtë ushqim që Allah të furnizoj, këtë reqe që Allah me ta që të begatoj, sa e ke shfrytzu këtë energji për Allah, e sa e ke shfrytzu për epshe, për dunja, për i dhërimin e Allahut Azza wa Jall. Kalon viti, të apmi ne, fletorën të shënojmë, sa dollar i fituam gjatë një viti, sa i argjuam për dëfrime shëtitje, sa i argjuam për fëmijët tonë, sa i argjuam për ushqimin dhe ngromjen tonë, sa i argjuam për dinin tonë dhe armarin tonë, sa përqind e ke lonti për ahiret, sa e ka argju për dunjon tonë. Leo të ndërshëm, pra vjen viti ri, a nuk ngel prej vitit të kaluar, vetëm atë që e tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që tha pejgamberi Allahu thot, biri Ademit, mali, të bërtet dhe thot, pasuria ime, fitimi im, biznisi im, e thot pejgamberi Allahut, walejse min malik, illa ma e kelte fe efnejt, au lebiste fe eblejt, au të saddakte fe ebkajt. A nuk e prej pasuris tonë, e as për biznisit tonë, e as për strektis tonë, vetëm, a që e ke vesh dhe e ke shky, a që e ke ngaron dhe e ke hedh, e a që e ke dhon dhe e ke lon. A nuk e vlen të mirëpritët viti ri, ledhë të ndërshëm, si kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e theri një korban, dhe e pit Aishën radiallahu anha, dhe i thot, ja Aishë, qka lave dhe qka shpërndajte. Tha ja Rasulallah, tha shpërndajte të gjithë, për pos një shpatulle, që ndalje Aisha, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi Allahut i përgjigje dhe i thot, o ja Aishë, krejte paselon, për pos një shpatullës, se paselon.
Vëllezër të ndershëm, çdo ditë na rrezatoi dielli më shumë se 365 ditë. Dëgjoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çka thot: për çdo ditë që ju rrezaton dielli, ka borxh dhe obligime njeriu ndaj Allahut azza wa jall, thot pejgamberi Allahut: "Wa yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa." Për çdo nije të trupit, për çdo ditë që rrezaton dielli, duash të jep sadaka. Sa nije të trupit janë, na tregohet nga hadithi pejgamberit Allahut se njeriu i ka 360 nije në trup. Për çdo nije me dhon nga një lëmosh. Në çdo ditë me dhon 360 lëmosha. Kaluan 365 ditë, pra këto bojnë 1.300.000 lëmosha. A i ke la borxhet të ndaj Allahut tanë, o ti që gëzohesh për ardhjen e vitit të ri. A i lajte lëmoshat e trupit tanë, që kemu llogarit për Allahut azza wa jall, edhe pse këto lëmosha, pejgamberi Allahut na tregon janë të leta, janë të dashura te Allahu. Subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar. Këtë këto janë sadakaja, që çdo njeri nga 360 lëmosha duhet t'i jep në çdo ditë 365 ditë 1.300.000 sadakaja. Sa sadaka ke dhonë gjatë këtij viti? O ti që dëfrohesh dhe gëzohesh, pra muslimani e mirëpret në vitin e ri, duke llogarit jetën e tij, ku gjindem unë, pra i kësaj lëmoshe, ku jam unë, ndaj këtij borxhi të Allahut tim, gjatë një viti i kemi obligim 1.800 e diçka namaz. Po flas për farzët. 1.800 namaz. A nuk ja vlen të nalimi pak, të shohmi vetën tonë? Këto 1.800 namaz a i kritëm të gjitha? Nëse i kritëm këta, në çfarë forme i kritëm? A i kritëm me përullje? A i kritëm me koncentrim? A i kritëm me dashuri, me nënshtrim? Apo i kritëm këto 1.800 namaze? Kja ikmi gajlën, kja bëjmë adetin, që u bjerë, si kur gjeli që i merë kokat? Që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, një robi Allahut nëse i drejtohet Allahut azza wa jall në namaz, i drejtohet me fytyrë dhe zemër, Allahu i drejtohet të robi vetë, dhe Allahu nuk e hek fytyrën e tij ndaj robit vetë, përderisa nuk shmonget ai me zemrën apo me shiqimin e tij. Sa herë kemi qenë me trupa në namaz? Me fytyra ka kibla, me fytyra ka qabja, e me zemra ka dunjaja. Këta farzë të cilat janë çelësi pranimit të veprave, që janë barcën xhennetin e Allahut, s'ka mundësi të pranohet asnjë vepër. Nëse 1.825 namaze gjatë vitit si ke në rregull, a nuk tha Ibn Qayyim, ai cili ka hinë në namaz dhe nuk e din çka ka lexuar në ta, s'ka qenë i koncentrum në ta, dhe ende koha nuk ka dal, le ta përsërit namazin se s'ka namaz. Sa namaze na u kanë regjistru të Allahu azza wa jall. Ta mirëpresim vitin e ri, të llogaritmi vetën tonë, ne dhe libri Allahu. Dhe më të muaja radhazi kaluan. Sa herë na e shfletuam librin e Allahut. Ndëgjoj çka thojnë dietarët, ati që i ka kalu viti, dhe së paku, 6 hatme nuk i ka kri, kanë thonë kemi frikë, se ndoshta bojnë pjesë të ankesa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që Allahu thot në Kur'anin e Kerim, pejgamberi Allahu të ban një ankesë në ditën e gjykimit të Allahu dhe thot, ja Rab,
inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. O Zoti jam, Allah një pjesë e umetit tem e ka braktis librin tanë, në të lexuar, në të ndëgjuar, në të kuptuar, në të praktikuar, në të gjikuar, në të shëruar. Kemi braktis librin Allahut. Viti ri po na vjen. Viti vjetër nuk kthehet më. Vall. Kemi qenë ne me librin Allahut. Të korrismi veten tonë me kalimin e vitit. Kaluan 365 dite. Kalon një vit. Ti dhe familja jote. Ti dhe farefisi jot. Ti dhe prindërit e tu. Ti dhe të afërmit e tu. Të gjallë dhe të vdekurit. A nuk tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që Allahu azza wa jall u besatua me farefisnin dhe tha, aja i kënaqur që të ndërpres marrëdhëniet me atë që i ndërpren me ty dhe të vazhdoj të moj lidhjet me atë që i mon lidhjet me ty. A i lut për prindet e tu? Sa i ke gëzu prindet e tu? Qka ke dhonë për prindet tu që kanë shku në ahiret? A ke dhonë një sadaka? Gjatë vitit e kaluar, o ti që Allahu azza wa jall e boni respektimin e prindëve me njëre lidhi pas adhurimit Allahut azza wa jall. O ti që i ngacmon derat e qerve dhe ja pra viti ri po vjen dhe po mbëshjellet po kalon viti kaluar. Sa e përcjell emanetin e pejgamberit Allahut që na i lambi supe dhe tha, bellighu anni walau aya, përcjellni nga unë qoftë edhe një ajet. Sa ajete i mësove, o ti polemizues, o ti të cilën të ka dashuru Allahu rrugën më tepër se shpinë Allahut. Mal, sa ajete i përcjelle emanetin në supe që Allahu azza wa jall. Këtë emanet janë ngarkoj birit të Ademit, çka bone për dinin Allahut, për davetin, për përhapjen e dinit Allahut azza wa jall të këtë qertë. Val, mos u zua dikush në dorën tonë në vitin e kaluar që të gëzomi me ardhjen e vitit të ri, apo ndoshta janë rebelu dhe janë pengu dhe të udhëzuarit për shkak ngrënjës së mishit tanë të dietarëve, të ulemave, të xhallarëve, që jotove edhe ata të cilët e menxise e gjetën pragun e xhamis, e gjetën kiblën pas ngacmimeve pengesave të shumta të shejtanëve, e ti e ai i cili ja vrashtove zemrën, e bone të rebelon ndaj çdo vllau të vet, që thot Abdullah ibn Omeri, sa dush ban namaz note, sa dush aqero, nëse nuk ke vlezër, të cilët i donë për Allahun tanë, nuk e miqësi me to, e ke kocë. Ki flet Abdullah ibn Omeri, ku është miqësia për Allahun tanë në vitin e kaluar, sa njerës që nuk vlejnë që të duen, i deshte vetëm për Allah, sa njerës i urrejte për Allahun edhe pse të lidhin shumë punë të dunjas. Kalon viti, valla meritove, të regjistrosh në regjistrin të këti vitit 2014-ës, e dhekirun Allah këthiran vë dhekirat, në regjistrën atinve që e përmenën Allahun azza wa jall, që e përmenën Allahun azza wa jall shumë, dhe ato gratë të cilat e përmenën Allahun shumë, apo i përmene nderat e muslimanëve më shumë, apo Allahun tanë, e pasaj janë kosh, kam problem me vajzën, kam problem me gruan, kam problem me ketë, pak probleme ke, sa janë ngacmon nderin e vëllezërve të tu, që thojnë, nuk janë të barabartë, ai që bjen të pushon, dhe dikush lutet për ti, ndërsa ai që bjen të pushon, e dikush lutet kundra teje. Nuk janë të barabartë këta një njerëzë, të ditë, bin të flejnë dhe të pushojnë, mirë po, në arësirën e notës,
ka njerëz që luten ose për ti, ose kundra ti, llogaritë vetën tonë. A je ai që meriton që të lutet dikush për ti, apo je prej atinve që meriton dikush të lutet kundra teje? Leo të ndërshëm, kaloj viti, deshi Allahu Azza wa Jall në izjahti jetën, dhe ka mirësi Allahut. Sa në këtë vit, blejte ushqime të ndryshme, pemë dhe perime të ndryshme i qove në shtëpin tonë. Val, sa herë të kujtuan të varfërit, të cilët s'kan kafshatën e bukës, që të ngopin barkat e tyre, sa herë ja rejtë e derën atyre. Ali ibn Husejni, Zejnul Abidini, i thajshin njeri koprac, njeri janet koprac. Kur vdiq Ali ibn Husejni, atë ditë u arfëruan 100 familje në Medinë, dhe shpalosën Ali ibn Husejnin që të lajnë, mledhen, o që ditën qka pan të Ali ibn Husejni. A dini vledhër qka pan? E pan supët të Ali ibn Husejnit të mavitumë. Dhe po thojnë, val, që ka ndodhë me këtë njeri, e pastaj e kuptuan, se Ali ibn Husejni gjatë të notës, i ban të thos të milit, jalin të varfërve të dera, edhe hikte, që mos të shef i varfërit, që të mërë shpërblimin e plot të Allahu. Ali ibn Husejni, që i thajshin kopraci Medinës, i ushqejti disa vite, 100 familje i majti. Sa familje ki majti gjatë vitet e kaluar? Sa ushqim në mbeturin është derë, kurse ka fëmijë dhe familje që durojnë dhe s'kan qka për të ngranë. Mirë po turpi i ban ata që mos të zgjatin dorën, ndërsa ti në ditë harxhon pa mos, edhe viti kaloi dhe ata fare nuk ishin në programin dhe orarin tonë. Ven vitiri, kremton dhe gëzosh që erë vitiri, në kaloi ki vit dhe po vjen një vitiri, a nuk e dini shkreti, se ditët që kaluan do qenë argument kundra teje. Në vitin e kaluar, ti kur ishe afer gruas tënde, val, në këta qaste do njëherë, ata kujtuan të vejat që kanë metën pa bura dhe ti të kujdesesh për një familje të ti, ditën kër o dëfroshe dhe lodhshe me fëmijët e tu, ato atruan jetimat, të cilën s'ka kush ti përgëdhele, s'ka kush ti dëfëroje, o ti që vrapon, o ti që vrapon dhe lodh, këtë fuqit të cilën të dha Allah, në vrapim dhe në shetiqe, ato kujtuan gjatë vitit të kaluar, do njerë ata të cilët janë me të meta, që s'kan mundësi dhe për nevojet e tyre televizin, o ti që në vitin e kaluar, ishe mirë dhe shnosh dhe nuk ishë sëmundje, ato atëruan të sëmuarit, të shtrirët në spital nevojtarë, që kanë nevoj për një përgdhelje tonë, pra nuk vlen, ne të ndalemi, me vetën tonë dhe të logarismi, vetën tonë, në këtë ratit të cilën e përjeton ti. Atu ka atru do njëherë, lezit dhe motrat të cilën mbitën me padrejtësi, fëmijët e tyre të cilën ngelin jetima, atu kanë atruar të bërgosmit të fafajshëm me vitet të tëra që i presin dhe dimnat e ftohta, kurse ti me nxemje, kurse ti me dëfrime të lloj-llojshme, pastaj ti do t'jesh dëshiron të jesh i barabart, dëshirosh të jesh i barabart në xhennetin e Allahut. Dhe o të ndërshëm, nëse ke qenë nga ato që e ke falëndru Allah, lutë Allahun Azza wa Jall, që Allah të mundësoj të vazhdosh ashtu si që ki qenë. Nëse s'ke qenë, vërtet ka vdek një vit për ty,
për ata nuk ka mallëngjim, nuk ka pikallim më të madh se ti. Me ardhjën e vitit të ri, nga se më ditën nuk kthehen, për ata Muhammed ibn Munkadir, një natë prej datëve, ja nisi me çajt dhe u përpiqën antarët e familjes që të kuptojmë se po çan Muhammed ibn Munkadiri apo të ndalin të çajturit e tij. Megjithatë, nuk e arritën, e ftuan Ebu Hasimin, dietarin e çmuar që i mrini sahabët, që të qetëson Muhammed ibn Munkadirin. Të çajtur të madhe bën Muhammed ibn Munkadir. E afrohet Ebu Hasim, e pyet Muhammed ibn Munkadirin dhe i thot pse po çan. Tha mbani të çajtin një ajet. Cili ajet? Që Allahu tha në Kur'anin e Kerim: "Wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun." Dhe i shfaqet në ditën e gjykimit prej anës së Allahut njeriut ajo e cila nuk ka qenë në llogarinë e tyre. Kur ndëgjoi Ebu Hazimi ja nisi dhe ai me çajt. Tha vallahi, në komentin e këtij ajeti siç kanë thonë disa komentator, vallahi ky ajet është për ata vepra që kena mendu se janë sevape, befasohet ditën e gjykimit që ato vepra ishin shkatëruese. Ta ky ajet e ka për qëllim për ato vepra që na kena mendu se na afrojnë dhe na çojnë në xhennet. Ato vepra ishin shkaktare të cilat të çojnë në xhehenem. Allahu azza wa jalla na ruaj. Pra Allahu të ndershëm, Aisha transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili thot: "Men nuqish al-hisab udhib." Ai që llogaritet në mënyrë detaje, ditën e gjykimit, do e mos ka me hinë xhenem, ka mu dënu. Ai që llogaritet në ahiret, tha ka mu dënu. Aisha thot: "Ja Rasulallah, a nuk ka thonë Allahu në Kur'anin e Kerim: Fa amma man utiya kitabahu bi yamin, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira." A nuk ka thonë Allahu: ati që ju ka thonë libra në dorën e gjallë, do të ketë llogari të lehtë? Pejgamberi Allahu thot: ai që llogaritet ditën e gjykimit dënohen. Ndërsa ajeti, thoj Aisha, ka për qëllim ata të cilat vetëm i shfaqen veprat për Allahut dhe llogariten në mënyrë të përgjithshme. Ndërsa ai i cili llogaritet për çdo ditë, për çdo frimarje, për çdo minutë që e ka kalu, ka me hinë xhenem, ka me dënu Allahu. Hasan al-Basriu thot: nuk ka mundësi të llogaritet me llogarit të lehtë në ahiret ai që se ka llogarit vetën e tij në dunjë. Ata Enesi na transmeton. Tha që Omer ibn Khattabi e llogarit të vetën e tij. Tha dhe një ditë prej ditëve për ndëgjoj zonin e Omerit, i cili ishte me një kopsh, mes meje dhe Omerit ishte një mur, e Omeri e qërton të vetën dhe i thonte: ja ibn Khattab, ja Omer, ja kje mu jutut Allahut, janë xhenem ke për të hi, zge dhe njona pejtive. Ja Omer, ja tutu Allahut, ja xhenemi të pretja Omer. Dhe sa transmetohet, a një njeri në kone angazhimit të Omer ibn Khattabit, kishtë në hal një dhe dert, dhe Omer i prekopuar me pregaditje në ushtrijës, me nisje në ushtrijës, me çlirimet e vende, dhe e largon Omeri këtë njeri dhe nuk e merë në konsiderat. Largohet kë njeri dhe thot: pelon këta për ditën e kiametit. Ta s'ka? Ta të prapë? Ta si ditën e kiametit? Ta këtë që s'ma more parasysh. Tha pelo, tha ja Omer, tha ditën e kiametit i qërojmë në hesapët. Tha jo vëllah, ose këtu ndunjo, ose të më bajsh halal për Allah, se len Omeri për ahiret. Ta qoftë halal për Allah. Shkoj Omeri për qanë, dhe pe qërton Omeri vetën e ti dhe thot: ja ibn Khattab,
kunte wadiyan farafak Allah. Jo, bini Khatabit, ishe i përbuzur, Allahu të ngriti, ishe i humbur, Allahu të udhëzoi, ishe i ullët, Allahu të ngriti të boni khalife. Ja Omer, njeri ka arë në pleçni, kërkon, ka një kërkes, ka një hall, ka një dërt, ndërsa ti s'ja merr në konsiderat. Ç'kemi thonë ja Omer nesër Allahu ditën e kiametit, nëse aje ka pas një zullum dhe dëshiron që ti të ndihmojsh që zullumin që largojsh, ja Omer, ç'kemi thonë Allahu tanë kur të pite Allahu ja Omer, pse si ndihmove këti që u ka bo zullum, që zullumin të largoja nga vetës e vetë e ti. Ibrahim e Temimi në transmeton dhe thot, një ditë tha, llogarita vetën time në këtë formë, i thash nefsit o nefs, ta përmendova, si të jem xhenetin e Allahut, të pushoj në pallatët e xhenetit, të përqafoj gratë e xhenetit, të stolisem me petkat e xhenetit, të shëtitëm në baçat e xhenetit. Ta paramendova si kur që ushqem me fritët e xhenetit. Dhe nefsi filloj me lakmu për ta, e pastaj i thash ja nefs, a që ketë pedon apo? Ta paramendova si të jem zjarë, ha prej zjarri, pi prej zjarri, dëshkone në zjarë, burg në ta, thash nefsën pedo, ta Allah po du, xhenetin Allah ta puno, tha o Zot këthem edhe njerë, të punoj, i e i këthim, pidha mo nefs, i e i këthim, puno, që ta fitoj xhenetin Allah. Tregon Ahnef, tregon një shok, i Ahnef, i bën Kajsit i cili, thot e kam shoqru Ahnef i bën Kajsim, e shifna namaz natë e band, e pastaj tha e mirë të gishtin e nënte të lomba e gjekte e mante, dhe sa i gjekte fort. Dhe i thonte, o gisht, za armin e dënjasën për përballon, qka të shajti më mor me filonin, qka të shtini, me ja prek nderi filonit, ta ti me ndonë se do të përballojsh, zjarin e xhenemit. Pastaj tha e keshtin të gishtin qëtër, e gjekten zjarë, e pastaj tha ke duroje zjarin, masi të nga qmon nefsi që ta preksh nefsin e tjerve, qka qaj më morë me filonin, qka të moni ti e të mirëshe, ti sën pi paraballon zjarit të dunjos, zjarit të xhenemit, do t'i përballosh. Hasan ibn Sinani kaloj një ditë dhe e pa një pallat, dhe për e shiqon dhe tha, për i kura maru ki pallat, e pëzaj kaloj dhe tha, subhanallah, qka mirë në dhe unë me atë që se më intereson, tha nefs, nga që ka po thamë, tha je morë sot, me diçka që s'ka të boje me armërin tonë, vallahi, ka me të ndëshku, një mot agjerim, inshallah, 365 dit vitin e ri, vitin e arshëm, 365 dite, e ndëshkon Hasan ibn Sinani, pse pyti për këtë pallat që ka t'intereson a maru a sa maru, tja ke ardhë me pyt kush i ka maru dhe si i ka maru, apo ke ardhë më lodhë dhe me fitu xhenetin Allahut. Malik ibn Dogajm transmeton, tregon dhe thot, Ribal Kajsi, shoku i babës tim, pas i kindije, dhe po pit për babën, dhe po thot, ku e ke babën? Thash ashtu pëshu të flet, tha këtë vakt po fleh, tha vëllah ka ra, se ka qenë i lodhur, tha dhe shkoj, e pastaj tha e dërgum gjallë, vllaun e ti, mas Rabah el Kajsit, që ta zohet i thoe, nëse duhet urgjent ta zgjoj.
Mirë po tha u vanu begji. Ta pritëm, ta u vanu shumë. E pastaj u këthi duke qajtë. Pe pismi gjallin qka u bon, qka ndodhi. Të se këtheve, Rabal Kajsin, tha vëllaj, tha i fliqna, tha nuk më dëgjönte. Tha ku e zune, ku e gjete, tha të vorezat. Tha qka thonte, tha i qërton të vetën e ti dhe thon të nefs. Kush të bani tije, kush njoftoj se zban me flet pas i këndi, o nefs. Kush tha ti se zbanaj me pushu mas i këndi, o nefs. Tha o nefs. Tha po pit për atë që nuk të intereson, o nefs. Ja ke dhonë të leje, gjustone, të flet për atë që s'ka të boje me ty, pasha Allah. Tha ja besën Allahut, një motë trupi jotë s'ka me pa shtratin, vetëm nëse s'muat. Një motë Rabal Kajsi namaz note, falë edhe njerë për qertë. Miru edhe njerë me qertë, pa ata lehtë të ndërshëm, ishin ata të cilët, ishin serios në përmisimin e gjengjes e së tyre, dhe dishin ti si ti shfridzojnë ditët që kaloshin pranë tyre. Hasan e Basriu transmeton dhe thot, kam rri bura vëllahi, që si kam pa kur as njerë, që janë gëzu diçka kur ju ka shtu në këtë dunja. Dhe kam rri bura të cilët, kur as njerë si kam pa të pikëlluar, kur ju ka mangësu diçka prej kësaj dunjas. Kam arrit, kam përpjetu burat të cilat, dunjajat e to pasha Allahun, s'ka pas vlerë, asa dheu që e shkel me kom. 40 vetë ta kur i bajshin, ta e palojshin dishekin. Qka ja Hasan Basri e palojshin? 40 vetë ta kur i bajshin, kur më gjumë natën, dishek nuk bajshin. Pse? Tha se u përgatitshin mu taku me Allah. Ta u përgatitshin me shku të Allahu Azza wa Jall, pas 40 vite, tha disheki u palonte. Ndëse ne kaluan vitin, spall në e shtrier, edhe fotel mbi fotele, leo të ndërshëm, 40 vite tha nuk ushtron të moshtrat në shtëpit e tjere, nga se mas 40 vite, pritshin të befasohen me mëlaqen e vdekjes, të veçmohen me veprat të cilat, i kanë bo për ahiret. Ebu Darda radiallahu anhu, bani i gjret në Sham, kur i pa njerës të preokupum me dunja, bërtiti, Ebu Darda radiallahu anhu dhe tha, ja ehle Sham, o banorët e Shamit, a keni mundësi vetëm një qast, të ndani nga jeta juaj, që të jep një këshill nga vllau, dashamiri juaj, të në poja Ebu Darda, shoku pejgamberit Allahut, u të buan, banorët e Shamit, po flet Ebu Darda radiallahu anhu dhe po thot, mali, arakum, të bënune mala të skunun. Qka që i po shof, po ndërtoni, po i fortifikoni, ato që s'keni me jetu, për gjithmonë në ta, o të gjmaune mala të kulun. Qka po i shof, që po grumbulloni, që s'keni mundësi me ngron të gjithë. Ta dëgjoni nga vllau juaj, inë ledhine kenu min kablikum, ato që ishin para ju, bënou me shida, kanë ndërtyfu pallate ma të forta se quaj, kanë grumbullu pasuri ma shumë se ju, mirë, dhe kanë shpresu me jetu ma gjatë se ju. Mirë për shka u bo, tha fesba e me lohom gurura. Shpresa tire u rënu, pasuria e tire u trashigugu dhe u avullu, o mesakinohum kubura, dhe u bo vendbanimit tire varezat, për atë një djetar e qërtonte logarit të vetën e ti dhe thënte, li me la e nuhu wa endebu, wa gjemi o gjismi mudhnibu, si mos qaj dhe mos dvajtoj,
kurse i tërë trupi mu ka bon me gjuna dhe mëkate. Nefsi li shiddeti khubthiha gajra l'khuta la të khtabu. Nefsi mu ka bon aqi keq, që si qitët një hap veçëm kua gjuna. Fi sirri ta'si rabbaha bejnë l'wara të eddebu. Në fshetësi i ban gjuna Allahut, para kryesë bëhet i edukuar, bëhet i edukuar dhe i nështruar. Të khshal khalaika, thumme la të khshal ilaha wa të rkabu. Pajtutësh kryesat, e spitutësh Allahut, e as nuk e ke në kujdes atë. Hadha rriau bi ajnihi, hadha nifakul mugdabu. Pasha Allah, vetëm kjo tha është munafik lëk, është sifatësi, është hidhërim i Allahut. Ja wajlaha, mimma jedaha të kësebuh. A mjeritun, për këtire durve të mija, për mbjelli dhe për i përfitoj gjunat. In azmaat sharran, fema shejun jauku wa jahgjabuh. A mjeritun, mu ka bo nefti t'il që ka e keqja se prangos se nal asnisen. In fataha ma të shtehi, të hradu aleje o të gdabu. Me i kalu, diçka e dunjos, tha hidhërot me nefsin, më qërton, më përbus, më hidhëron, për diçka që e lakmon. Ndërsa, për akiret, tha nuk i dhnohat as njerë. Melekel jemini, e rahteu, lem jelka khajran, jektubu. Me laqa nonën e gjallë, tha është duke pushu me vite, se s'ka pshka të shënoje për tije. O meleku shimali bi aksi, lejlen, nëharën të t'abu. Ndërsa me laqa, anën e majtë, natën dhe ditën e lodhe duke shënu. Pra leo të ndërshëm, kanë do të lodhmi në vitin e arshëm. Me kanë do të mirëmi në vitin e ri, që javlen, si që kanë thonë të parton. Val, a jemi të pranuar në vitin e kaluar, që të përgëzojmë për vitin e ri, apo jemi të dëbuar në vitin e kaluar, që të ngushtollojmë njeriun me ardhjen e vitit të ri. Besimtari vitin e ri, e mirëprec me logari. Besimtari vitin e ri, e mirëpret me këthim të Allah dhe përmisim, dhe me korje të mirave, dhe me fitimin e gjennetit Allahut Azza wa Jall. Pra lusim Allahun Azza wa Jall, që viti ri të jetë viti i ibadetit, viti fitoras, viti i këthimit të hakit të muslimanëve, viti ri, viti i helaqës e zullumqarëve, viti ri, viti gzimit, viti qlirimit. Lusim Allahun Azza wa Jall të anë viti ri, viti këthimit i përmisimit, viti afrimit të Allahu Azza wa Jall dhe meritimi gjennetit Allahut. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.